أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi I takon Allahu xhalla shanuhu, nga I kërkojmë ndihmë dhe falje të gjunaheve tona, kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga lëvizjet dhe punët e liga. Përshëndetjet tona nga zemra ja përsëritëm njeriut më të sinqert, mësuesit e njerëzimit Muhammedit alayhis salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, si dhe atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pikë së pare lutim Allahun e Madhërisëm në këtë net të bekuara të Ramazanit që agjerimin ton, namazin ton, dhikrin ton, leximin e Kuranit dhe gjitha veprat e mira që I kemi bën gjatë këtyre ditëve, Zoti inshallah I ka pranuar nga ne dhe nga gjithë besimtarët. Kurse në ditët dhe netët në vazhdim, lutim Allahun xhalla shanuhu që të na bën më siçel të kemi edhe më shumë përpjekje që ne të mbushim këto net me adhurime të lloj-llojshme. Në këto net pejgamberi alayhis salam I shtonte adhurimet edhe më shumë se sa në netët tjera, ku transmetohet se pejgamberi alayhis salam nga Aisha radhiyallahu anha ku thonte kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahid fi ghayrihi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bënte përpjekje të forta në 10 netët e fundit në atë mënyrë që nuk bënte në netët tjera. Pra vetë kjo na tregon se pejgamberi alayhis salam I ka dhënë shumë rëndësi këtyre netëve që kanë mbetur deri në fund të muajit të shenjtë të Ramazanit. Kurse në një hadith tjetër, prap Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, tregon se pejgamberi alayhis salam idha dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ahya al-layla wa ayqadha ahla. Kur hinin 10 netët e fundit, I dashuri I Allahut shtrëngonte rripin, u largonte nga çdo send që e largonte nga adhurimet. Me një fjalë ishte në aksion për të vepruar çdo vepër që e dëshiron Allahu xhalla shanuhu dhe që arrit mëshirën dhe kënaqësinë e tij. Wa ahya laylahu, ai e zgjonte pra natën, e gjallëronte natën, më mirë, kurse dhe e fundit wa ayqadha ahlehu dhe e zgjonte familjen e tij. Pra këto udhëzime, këto këshilla na tregon nëna besimtarëve që ka jetuar me ta dhe na tregon se çfarë më së miri ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Pra, a larguar nga çdo send e kësaj bote për ta arritur kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut xhalla shanuhu, dhe ato netët e fundit të Ramazanit pejgamberi alayhis salam I gjallëronte. Pra, në këto net nuk bënte gjumë, por vetëm e adhuronte Allahun xhalla shanuhu. Kurse me këta nën kuptojmë se në netët tjera pejgamberi sallam edhe a fal, po edhe ka pushu, ka bën gjumë. Kurse në 10 netët e fundit pejgamberi alayhis salam çdo minutë e ka harxuar duke e adhuruar Allahun xhalla shanuhu, po nuk ka mjaftuar me kaq, po edhe I ka zgjuar pra familjarët e vet, gruan, prindërit, kush ka prindër pra, dhe ne obligohemi që të zgjojmë pra edhe prindërit, edhe gratë, edhe fëmijët tanë. Këto net janë të lavdëruara në Kur'anin fisnik dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Folin disa sure për natët e fundit të Ramazanit, si për shembull Suratul Fajr edhe Suratul Qadr. E gjitha Suratul Qadr ka të bëjë me këtë natë të bekuar. Atë Allahu xhalla shanuhu në Suratul Fajr betohet në këtë natë, kurse në Suratul Qadr na tregon se çfarë shpërblimi ka ajo natë
dhe çfarë shpërblimi kanë veprat që krihen po në atë natë. Në këtë net bëhet falja e gjunoheve më shumë se sa në net të tjera, sepse në te pra është nata e Kadrit. Është preferuar të bëhet lutje dhe duke qenë i bindur në pranimin e tyre. Pra, asnjëherë mos ta bëjmë lutjen tonë duke dishuar a do ta pranoj Allahu xhaleshanu apo jo. Jo, ne kur t'i ngrisim duart tona për ta lutur Allahun xhaleshanu, të jemi të bindur se asaj lutje Zoti do t'i jepë përgjigje, pra do ta pranon atë. Thot Omeri radiallahu anhu, asnjëherë nuk e kam bajt ndertin e pranimit të lutjeve të mia, po e kam bajt dertin sa unë po jam prej ative besimtarëve që po i drejtohim Allahu xhaleshanu me lutje. Në këtë natë sigurisht që preferohet të lexohet edhe më shumë fjala Allahu xhaleshanu, po nuk duhet të mjaftohet vetëm me lexim, po duhet edhe të meditohet në atë që po e lexojmë. Pra çdo herë të kemi që leximi jot të na sjell bindje edhe më të fortë pra në Allahun xhaleshanu. Pse bëhet leximi i Kuranit famëlar pikërisht në Ramazan, më shumë se sa në muaj tjerë, sepse në te Allahu xhaleshanu e zbriti Kurani famëlar, po edhe librat e tjera që ja zbriti pejgamberëve të mëhershëm. Në këto netët dhe ditët e fundit të Ramazanit është mirë që ne ti shtojmë sadakat tona, ti shtojmë ndihmat ndaj njerëzve nevojtar në të gjitha format. Mos të mjafton ndihma jon vetëm duke i ndihmu me të holla dikujt, po edhe duke ja hek njerëzve gajlen, po edhe duke i tregu njerëzve tjerë që kanë nevojë, pra kush ka nevojë prej familjarëve ose dikush tjetër, mos t'i lëm të varfërit ton nga mesi jon që ato ta zgjasin dorën në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Po çdo herë ne të jemi ato që fillojmë që t'i hulumtojmë dhe t'ju ndalim në ndihmë. Dhe për e fundit ta shtojmë kërkimin, faljen dhe të kërkojmë xhennetin Firdaus. Pra istighfari që bëhet shumë ajete kuranore dhe hadithe të pejgamberit alayhis salam na flasin për 1/3 e natës, jo vetëm për namaz, po na flasin edhe për istighfar. Allahu xhaleshanu kërkon nga ne që ne ta kujtojmë atë, po duke i kërkuar falje, po asnjëherë mos të harrojmë që ta lutim Allahun xhaleshanu që të na bën nasib pra xhenetul Firdaus. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur ju e kërkoni xhenet nga Allahu xhaleshanu, kërkoni xhenetin më të mirë, më të bukur, e ai xhenet sigurisht është xhenetul Firdaus. Edhe unë e lut Allahun xhaleshanu për vete dhe për gjithë juve shikues të nderuar, që Zoti të na mundson që çdo vepër ta kryjmë ashtu me sinqeritet të madh dhe ta fitojmë nesër xhenetul Firdaus. E lutim Allahun xhaleshanu që ky muaj të na kalon në mënyrën më të bukur, duke mbushur pra me vepra të mira e posaçërisht në këto net që na kanë mbetur. E lutim Allahun xhaleshanu që t'ju bekoj juve dhe gjithë besimtarët, wa akhiru dawana enil hamdulillahi rabbil alamin.